A ki bashkëshorte? Po, a dëshiron që bashkëshortja jote më tradhtu me shku mas dikuj tjetër? Tha e mbës, kur njerë nuk ndodh kjo. Erë një njeri të Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam dhe i tha: O Muhammed, ti e njeri maj dashur në zemrën time. Të gjitha ato shka i ke urdhëru, që po thu se i ke prej Allahut, unë i pranoj dhe janë të mira për mu, për familjen dhe për vendin ku po jetojmë. Po o Muhammed, vetëm një s'muj më ta pranuan. Vetëm një të lutë në malejan. Vetëm një, tha cilën, tha prostitucionin, zinon, shumë e kam për qefi, shumë e kam për meraku, mos më ndalo këtë. O ngritë Rasulullahi në cilësinë e edukatorit të mirë fillt, të njeriut vizionar, të njeriut që mës pari i flet zemrës, pastaj mendjes. O ngritë në këmbë dhe tha: a ke nën ti? Tha po. A dëshiron dikush këtë veprim me bërë me nanën tane? Tha kur njëherë, e mbës. Tha, a ke motër? Tha po. A dëshiron që motrën tane me e shfrytzu dikush tjetër? Tha jo, e mbës. Motrën time ja kam dhënë njeriut adekuat për katës. Mi mirullu. A ki bashkëshorte? Po. A dëshiron që bashkëshortja jote më tradhtu me shku mas dikuj tjetër? Tha e mbës, kur njerë nuk ndodh kjo. E, tha i nderum, këtë shka po e dëshiron ti me ja bë dikujna, aja është nane dikujt, aja është motër e dikujt, aja është bashkëshorte e dikujt. E preki në polcën e traditës, e zakonit, në nerv e preki, qysh e kemi edhe neve të instalum në nerv, në polcë, këtë vlerë. Tha unë ngrit në këmbë dhe ju tha masës: hyra të ky njeri me dashnin më të madhe për prostitucionin, e po dal nga ky njeri me urrejtjen më të madhe që do ta kem dhe do ta mbaj ndaj zinas, ndaj prostitucionit. Kur njëherë nuk do ta veproj këtë gjë të ndyt. Andaj të dashurit e mi, çdo njerit le t'i shkoj mendja sa ajo është nanë e dikujt, është motër e dikujt, është vajzë e dikujt, është bashkëshorte e dikujt, e ti a dëshiron që dikush me lujt me nderin tënd? Jo, edhe ti kur njëherë mos ja bën dikujt tjetër. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, Muhammed Mustafaja po e jepni si areq dhe po e sfidon njeriun dhe po i thot nga tash, për hajri i kov xheneti, kush mi siguron dy, kush ma siguron gjuhën dhe kush ma siguron organin gjenital, për hajri i kov xheneti. Dy bet dashurit e mi, shumë të lehta bre. Kush ma siguron gjuhën? Me fol vetëm mirë, vetëm këshillus, me qenë i afërt në familje, me shok, me njerëz në përgjithësi, me qenë dashamirës. Kush ma siguron gjuhën? Mos mi përbaltu të tjerët, mos mi nënvlerësu të tjerët, mos mi shpionu të tjerët, mos mi ju përgadit kurthrat të tjerëve. Për hajri kov xheneti, edhe kush nuk prek nderin e askujt. Për hajri kov xheneti, nga sot, për këtë i madhi Allah Dhul Xhelal ka zbrit në Kur'anin familjarët dhe thot: La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Subhanallah, Kurani ta qetëson zemrën. Ama është shumë interesant kur të fol për fjalë specifike, për fjalë të polcës, të nervit, të besimit, të ndjenjes, të vlerës, ka shkronja të veçanta. Ka shkronja të veçanta Kurani Kerimi. Dhe kur ti shqiptojsh, krejt organet e trupit i marrin, do thot, dhe i ndjenjë. Po thot, mos ju afroni prostitucionit. Zoti nuk po thot mos e bani prostitucionin, po thot mos ju afroni, se kush ju afrohet veç ka me ban prostitucion, ka me ra. Po mos ju afroni. Pse o Zot? Innehu kane fahishatan wa sa'a sabila, sepse
është një rrugë shumë e ndytë, e rëndë, e keqe, nënvlerësuese dhe është borxh. Është borxh. Ai cili ja bën dikujt dhe nuk pendohet te Zoti, herë do kur do borxh. Do thot do t'ju kthehet atij.